Vetëm 2 banane në ditë I thonë lamtumirët çdo problemi, ja si t'i përdorni. Bananet janë një frut shumë I përhapur krahas shijes së tyre, ato kanë një numër të lartë të përfitimeve të mëdha për ndihmën e organizmit. Bananet renditen në 4 frutat më të shëndetshme në botë, të cilat mund t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit. Mirëpo, çfarë ndodh me trupin tuaj nëse konsumoni të paktën 2 banane çdo ditë? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Bananet mund të ofrojnë shumë përfitime të rëndësishme për shkak të vlerave të larta ushqyese që ato përmbajnë, dhe konsumi I tyre brenda normës së rekomanduar ditore do të kthehet në një element të domosdoshëm ushqyes për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sipas Healthline, këto janë përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi I bananeve në mënyrë të përgjithshme. Shtimi I bananeve në dietën tuaj do të ofrojë një tension më të mirë të gjakut. Konsumi 2 bananeve në ditë mund të përmirësojë ruajtjen e mineraleve të tensionit të gjakut. Prania e kaliumit dhe natriumit në këtë frut do të ndihmojë gjithashtu edhe në parandalimin e këtyre komplikacioneve, duke dhënë kështu rezultate konkrete pozitive në menaxhimin e shëndetit dhe lehtësimin e problemeve tuaja. Ekspertët thonë se personat që konsumojnë banane do të marrin shumë përfitime në dobi të mbrojtjes së shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Shtimi I bananeve në menunën tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu edhe në një organizëm të shëndetshëm dhe do të keni më pak shqetësime nga problemet e radikaleve të lira në organizëm. Konsumi I këtij fruti ndikon në zvogëlimin e riskut të prekjes nga problemet të radikaleve të lira. Shtimi I bananeve në menunën tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më efektive në shëndet dhe gjithashtu parandalimi I komplikacioneve të tij. Bananet janë shumë të mira gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të zemrës dhe mund të luajnë një rol pozitiv në lehtësimin e komplikacioneve të saj. Konsumi të paktën në 2 banane në ditë mund të përmirësojë ndjeshëm shëndetin tuaj të zemrës. Fibra dhe vitaminat në këto fruta ndikojnë në elementët ushqyes të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi I bananeve në dietën tuaj do të ofrojë një tretje më të mirë dhe një zorë më të shëndetshme. Diareja dhe shtrëngimi I zorëve janë disa nga problemet e shpeshta që njerëzit mund të vuajnë. Nëse konsumoni të paktën në 2 banane në ditë, do të balanconi dietën tuaj dhe do të përmirësoni gjithashtu nivelin e energjisë. Bananet janë shumë të mira sidomos për personat të cilët ushtrojnë ose edhe ata persona që merren me aktivitete të ndryshme fizike. Ekspertët njëzërisht thojnë se konsumi I këtij fruti në dietën tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më efektive të organizmit gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi I bananeve në mënyrë të rregullt në dietën tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe më pak komplikacione të tij. Ekspertët shtojnë një zëri se bananet duhet të konsumohen çdo ditë, kështu ndikimi I tyre në organizëm do të jetë I plotë dhe gjithashtu shumë efektiv. E lirë, e lehtë për t'u transportuar dhe gjithashtu e shijshme për t'u konsumuar. Bananet do t'japin edhe element ushqyes për formën tuaj fizike në parandalimin e komplikacioneve dhe në rënien e imunitetit tuaj. Megjithatë, vitet e fundit ajo ka hyrë gjithashtu edhe në shenjestrën e kritikëve, duke renditur bananen si një nga frutat më të mirë, por duhet ta konsumoni gjithmonë me kujdesin e duhur për të evituar kështu komplikacionet që I kanosen shëndetit tuaj. Disa persona e konsiderojnë bananen si një nga frutat më të rëndësishëm për të konsumuar. Ekspertët thonë një zëri se shtimi I këtij fruti në dietën tuaj do të ofrojë një sër elementësh pozitiv. Por cilat janë arsyet kryesore pse ju duhet të konsumoni banane çdo ditë? Bananet ndihmojnë në parandalimin e një morie të problemeve, duke e bërë atë një nga frutat më të rëndësishëm ushqyes që mund të shtohet pa frikë në dietën tuaj ditore, duke ditur kështu rëndësinë e madhe ushqyese që ajo përmban. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi I bananeve në mënyrë të rregullt.
Bananët janë të pasura me vitaminën B, që ndihmon në qetësimin tuaj të nervave. Vitamina B6 përmban edhe rregullon nivelin e glukozës në gjak, të cilat gjithashtu mund të përmirësojnë gjendjen tuaj emocionale. Shtimi i këtij fruti në mënyrë të rregullt në dietën tuaj është një produkt fantastik edhe kundër problemeve tuaja të anemisë. E pasur me nivele të mira të hekurit, bananët mund të stimulojnë gjithashtu prodhimin e hemoglobinës në gjak dhe kështu të ndihmojnë edhe në rastin e problemeve të anemisë. Bananët janë një frut fantastik kundër problemeve siç janë për shembull edhe depresioni. Sipas një studimi të kryer nga Mind, në mes të njerëzve të cilët u vuanin nga depresioni, shumë prej tyre janë ndjerë më mirë pasi kanë konsumuar të paktën një banane çdo ditë. Kjo është për shkak se ato përmbajnë triptofan, një lloj proteine që trupi juaj e shndron atë në serotonin, edhe gjithashtu njihet si relaksues mjaft i rëndësishëm i organizmit, duke përmirësuar kështu gjendjen tuaj emocionale edhe duke ju bërë që të ndjeheni më mirë në situata të ndryshme siç janë edhe ato që preken nga depresioni. Shtimi i këtij fruti në dietën tuaj mund të ofrojë një balancim më të mirë të tensionit tuaj të gjakut. Përgatisni një milkshake duke konsumuar banane të përzierë me mjaltë. Bananët gjithashtu do të kenë edhe një element mjaft të mirë qetësues që mund t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i bananeve në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer edhe gjithashtu në konsumin e frutave në mëngjes. Kjo manifestohet gjithashtu edhe me njësër problemesh të personat të cilët kanë edhe luhatje të shëndetit të tyre. Ekspertët thonë se shtimi i bananeve në mëngjeset e femrave shtatzëna mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në parandalimin e të vjellave dhe problemeve të tilla. Bananët janë një frut fantastik edhe në mbrojtjen e lëkurës tuaj kundër pickimit të mushkonjave. Para se ta aplikoni krem kundër pickimit të mushkonjave, provoni të fërkoni atë me lëkurën e brendshme të bananes, në vendin ku jeni pickuar. Shumë njerëz kanë treguar se është shumë e suksesshme në parandalimin e këtyre inflamimeve, siç janë edhe endjet dhe irritimet e lëkurës. Bananët janë një frut fantastik për shëndetin e trurit. 200 studentë në shkollën Taikohan në Angli kanë ndihmuar gjithashtu gjendjen e tyre të promovojnë një shëndet më të mirë të kujtesës. Para studimeve të tyre ata konsumuan të paktën 2 banane çdo ditë. Kështu rezultatet që morën ishin gjithashtu një kujtesë më e fortë, më e shëndetshme dhe më pak probleme të tyre. Ekspertët shtojnë në një zëri se konsumi i këtij fruti në mënyrë të rregullt do të ofrojë edhe rezultate fantastike për shëndetin tuaj tretës. Bananët ndihmojnë që të ktheheni edhe në aktivitetin e duhur të jashtëqitjes së rregullt, pa probleme të konstipacioni dhe pa tretje të dobta, duke rregulluar kështu të rregulloni gjendjen tuaj shëndetësore pa nevojën e laksativëve të cilët mund të krijojnë gjithashtu edhe efekte të mundshme anësore në shëndetin tuaj. Ekspertët thonë se shtimi i këtij fruti në mënyrë të rregullt në menun tuaj ditore do të përkthehet në një element ushqyes edhe në kontrollin e temperaturës, gjithashtu edhe në çrregullimet trupore. Është një formë e depresionit që prek një pjesë të madhe të njerëzve, sidomos kur janë të paekspozuar ndaj rrezeve të diellit. Ekspertët thonë se shtimi i bananeve në këto situata ushqyese do të përkthehet në një mbrojtje efektive për shëndetin tuaj edhe më pak komplikacione të tilla. Bananët janë një frut fantastik edhe për personat të cilët të vuajnë vazhdimisht nga problemet e stresit. Potasiumi është një mineral vital i cili do të ndihmojë gjithashtu në menaxhimin më të mirë të stresit emocional, sidomos edhe tek personat që kanë luhatje të theksuara të tij. Kur jeni stresuar, metabolizmi juaj shpejtohet dhe kështu keni nevojë për element për të ribalancuar veten tuaj, dhe konsumi i këtij fruti në menun tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një lehtësues fantastik të gjendjeve tuaja stresuese. Bananët janë një frut shumë i mirë për organizmin, dhe konsumi i tyre me moderim do të jetë një mundësi e shkëlqyer për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.